Ishim diku 15 vjeç, kur për herë të parë ecim në këto korridore, kur për herë të parë takuam njëri tjetrin dhe vendosëm çuditërisht se do të bëheshim shok. Gjimnazi 28 nëntori ishte diçka e re, pak më e madhe si ndërtesë. Klasat, karriget, tabela, qofte dhe zilje ishte ndryshe nga ajo me cilën ne ishim mësuar. Ishim ato nxënës që dje dridheshim nga emocionet për të filluar këtë rrugtim, ndërsa sot dridhemi nga emocionet për ta përfunduar. Le të ndalemi pak. Kujtoni mëngjeset e ftohta të dimrit, kur prisnim orën 8 për të filluar. Kujtoni momentet në të cilat jeni ndjerë të plotësuar. Kujtoni gëzimin e ndarë me shokët apo shoqet tuaja. Kujtoni shëtitjet së bashku me 1001 të qeshura humor. Por mos harroni të kujtoni edhe ato momentet e vështira, sfiduese dhe të lodhshme, por nëse riktheheni, e kuptoni se ishin të domosdoshme edhe të tilla momente për formimin e denjtë të një personi. Mos harroni asgjë. Kujtimet e gjimnazit do të ju mbledhin gjithmonë, qoftë edhe për një ditë apo vetëm për një orë. Sonte rrugtimi yt në këtë gjimnaz ndalet këtu. Nuk do ta shohim më njëri tjetrin në mëngjes. Nuk do të përqafojmë mësuesin tonë të preferuar. Nuk do të kemi mundësinë të mblidhemi gjatë pushimit për të diskutuar përgjigjet e provimeve. Nuk do të marrim pjesë në aktivitete apo projekte, nuk do të jemi më në të njëjtën shkollë. Disa do të qëndrojnë këtu, disa zhvendosen në një qytet tjetër dhe disa të tjerë në shtete të ndryshme. Ndaj ju lutem, përqafojeni fort ato që keni pranë. Vitet ikin shumë shpejt për të zemëruar me diçka të vogël. Mos i mbani lodët sot. Është momenti juaj. Sot janë emocionet më të bukura. Dhe për këtë gjë duhet të falenderojmë pa tjetër ato që e bën të mundur që ne të jemi sot këtu. Faleminderit stafi pedagogjik dhe sidomos mësuesve kujdestar që ishin gjithmonë aty për çdo pyetje. Falenderoj profet Lira Tafilin, që është gjithmonë krah nxënësit, duke dhënë mbështetjen më të madhe. Na bërë të ndjemi të sigurt brenda këtyre mureve. Falenderoj nga thellësia e zemrës sime dhe jam e sigurt që nuk jam e vetmja. Një person të cili nuk e dëgjova kurrë të thotë jo. Një njeri me zemër aq të madhe, me vlera dhe mendime aq të pastra. Një person mbi të cilin mbështetet e gjithë shkolla. Një person që lufton për nxënësin deri në pikën e fundit. Prof Albana Bëshati. Falenderit. Një sukses shumë të madh ju uroj edhe shokëve dhe shoqeve.